Këtë leksion do ta fillojmë me një quote. Për ty është dita më e rëndësishme, për të tjerët është thjesht një ditë tjetër e zakonshme. Ajo çfarë dua të them nëpërmjet kësaj fjalie është që eksperjenca e lindjes është e paharrueshme për një femër, dhe ky është misioni im, të ndihmoj gratë të kenë lindje pozitive. Të flasësh ose të mbrosh veten është një drejtë humane, dhe pikërisht fillon që në shtatzanin tuaj, kundrejt sugjerimeve që të jepen ose zgjedhjeve të ndryshme që duhet të bësh. Në Shqipëri akoma ekziston fakti që stafi mjekësor mund të kesh kuptoj, apo nuk mund të kërkoj shumë. Kërkesat e gruas nuk merren parasysh, por përkundrazi, ju duhet të edukoni rreth procesit të lindjes, që atë ditë të jeni të qarta se çfarë ju dëshironi të arrini. Ajo çfarë dua të them është që çdo kush ka rolin e tij, dhe duhet të respektohet dhe të përdorë gjuha e duhur, sepse ekziston një ndryshim midis të qenit këmbgulës dhe konfrontues. Në këtë rast, gruaja shtatzën duhet të komunikojë stafit mjekësor preferencat e saj ndaj lindjes, duke përdorur gjuhën e duhur. Në këtë rast, një protokoll rutini i spitalit është monitorimi i vazhdueshëm i bebit. Sigurisht është për të siguruar mirëqenien e bebit, por kjo nuk është e duhur të aplikohet në të gjithë gratë rutinë. Në këtë rast, gruaja dëshiron të ketë një monitorim fetal të pjesshëm dhe i drejtohet stafit në këtë mënyrë. E di që ju dëshironi që unë të shndroj shtrirë në krevat dhe të më vendosni monitorimin e rrallë të zemrës së bebit, por unë kam një shtatzënie pa risk dhe dëshiroj të kem një monitorim fetal të pjesshëm çdo 3 orë nga 30 minuta dhe të kem mundësinë të ndryshoj pozicionet e lindjes. Kundrejt, kush je ti, mu i shafe, do bëj çfarë të dua unë. Besoj e shikon diferencën. Sigurisht që kundrejt jush nëse është duke përdorur një gjuhë që nuk është e duhur dhe nuk janë duke u marrë parasysh preferencat, vazhdoni të qëndroni këmbgulse dhe mbroni të drejtat e juaj, por pa ofenduar dhe pa nxitur skena të pakëndshme. Duhet kuptoni diçka që një lindje pozitive përbëhet nga disa kritere, dhe njëra prej tyre është që secili di rolin e tij dhe nuk cënon kufit e të tjerëve. Për ta bërë atë ditë më të këndshme, unë sugjeroj nëna që në vendi ku jetojnë të marrin me vete një dhuratë falendëruese, kundrejt mamive. Dhe kjo është për te gjithçkaje. Çfarë duhet të them është që ta konsideroni atë ditë të njëjtë si me dasmën tuaj, ku ka falënderime dhe kujdesje kundrejt personave që organizojnë ose janë pjesëmarrës. Më poshtë do të gjeni një PDF me disa ide dhuratash në bazë të vendit ku ju jetoni. Sigurisht që disa mënyra për të mbrojtur veten tuaj atë ditë është pikërisht gjëja e parë, marrja e vendimeve të informuara. Por si ju mundeni të merrni vendime të informuara atë ditë, qoftë për veten tuaj dhe për bebin tuaj. Sigurisht që kjo është një përgjegjësi e madhe dhe unë do ju tregoj një metodë që do t'ju ndihmoj. Dhe kjo metodë është BRAIN, që konsiston në B, R, A, I dhe N. Pikërisht mund të merret parasysh në momentin që juve ju sugjerohet një stimulim ndoshta në javën e 40 të shtatzanisë, si pasojë e kalimit të datës së lindjes. Por ne shpjeguam dhe më parë që nëse një grua e kalon datën e lindjes është super normale dhe nuk duhet të friksohet me faktin që ka kaluar datën e lindjes dhe duhet marrë një stimulim ose një cesariane. Gjëja e parë që do i drejtohej mjekut tonë do ishte benefitet. Cilat janë benefitet që në këtë rast funksionojnë për rastin specifik të një gruaje. Gjëja e dytë do ishte rrisjet. Sigurisht R-ja konsiston për rrisjet, kush janë rrisjet që lidhen me sugjerim apo diagnozë që ka vendosur mjeku në këtë rast. Për sa i përket A-s, konsiston në alternativa. Cilat janë disa alternativa që mund të provoj, qoftë natyrale apo jo hormonale në këtë rast, që mos të çojnë në stimulimin e lindjes ose në ndërhyrjen e lindjes. Për sa i përket I-s, konsiston në intuit. Çfarë intuita, i zëri i brendshëm ju tregon, ju thotë, nëse ju ndjeni rehat, dhe kjo sigurisht vjen në momentin që jeni shumë të informuara. Dhe e fundit N-ja konsiston në nothing ose asgjë. Po në qoftë se unë nuk marr parasysh asnjë nga sugjerimet e doktorit apo të mamis, çfarë ndodh. Dhe pikërisht ky është roli kryesor i mjekut ose burimi kryesor është që të informojë dhe të japi çdo informacion dhe të përgjigjet pyetjeve që ju keni. Në këtë rast, të dy së bashku bashkë me partnerin merrni kohën për të vendosur se cila është vendimi i duhur dhe më pas ta aplikoni.